Këto 2 vite përpjekja jonë kryesore ka qenë të forcojmë dhe të riorganizojmë punën e Bashkisë Shkodër në të gjitha sektorët. Dua ta them qartë për këtë ndryshim të brendshëm dhe pak të ndryshim të brendshëm, asnjë nga rezultatet e deri tanishme të arritura nuk do të ishte e mundur. Dhe në këtë pikë dua të shpreh një falënderim të veçantë për drejtuesit dhe punonësit e Bashkisë Shkodër në të gjithë sektorët. Por gjithashtu duhet të theksoj qartë se kjo punë nuk është bërë vetëm nga administrata apo nga kryetari, ka qenë mundur fare dhe bashkëpunimi me Këshillin Bashkiak, të cilin dua sinqerisht ta falenderoj për mbështetjen që ka qenë shumë e nevojshme për ne. Kemi arritur të kthejmë një partner kyç dhe të besueshëm për bashkëpunimin me institucionet qeveritare, me Ministritë e Linjës dhe me agjencitë përkatëse, të përmirësojmë marrëdhëniet me partnerët, me donatorët ndërkombëtar, me Bankën Gjermane, me BEI-n, Bankën Europiane, të cilët e shohin Bashkinë Shkodër tashmë akoma më shumë si një partner të denjë dhe institucional. Kjo është arsyeja pse sot flasim për një numër më të madh projektesh në zbatim dhe të përfunduara, të shpërndara në të gjithë territorin e bashkisë, në qytet dhe në njësitë administrative. Pra vlera totale e buxhetit nga 25 a 26 është në vlerë rritër për rreth 15%, e cila vetëm nga të ardhurat e veta të bashkisë, nga viti në vit, ka një rritje të dukshme të ardhurave të bashkisë, që vjen si efekt i përmirësimit të mbledhjes të ardhurat të bashkisë. E përkthyer ndryshe të ardhurat dhe rritja të ardhurat është e përkthyer sot në investime, ku investimet e Bashkisë Shkodrës, bashkinë për buxhetin e 2026-s, ka një rritje rekord prej rreth 80%. Rritja e totalit buxhetit me 15%, rritja të ardhurave të veta të bashkisë, nga performanca e mbledhjes të ardhurave në 40%, dhe rritja e investimeve për vitin 26 80%. Për herë të parë do të kemi mundësi dhe kemi fonde për të ndërtuar banesat sociale me fondet tona. Janë rreth 1.600.000 euro fonde për ndërtimin e banesave sociale, pa llogaritur këtu bashkëpunimet që kemi me enden e banesave, ku do të kemi dhe 4 pallate të tjera sociale për të cilat ka filluar procedura. Janë 75 projekte që ishin në ardhmë të shpërndara në gjithë territorin e bashkisë. Këto janë projekte të përfunduara dhe në zbatim. Do t'i ndalojmë pak më veç, por kjo është për të kuptuar më tepër ndarjen dhe shpërndarjen gjeografike të investimeve. Sektorët që janë prekur gjithashtu pa diskutim, arsimi dhe sporti, vlen përmendet Mensa dhe Konvikti, që ka pas një interes jashtëzakonisht të madh. Shumë kemi bërë gjatë këtij viti, me thënë drejtën dhe ju e dini, shumë për arsimin, sportin, investimet në shkolla, modele shkollash, do të thoja me një standard dhe kushte të jashtëzakonisht të mira. Kemi shkollën Ndremjeda, Koli Dromenon, dëshmorët e Prishtinës, Xheladin Fishtën, të cilat po i kaloj shpejt, sigurisht kinema e rikthehet shumë shpejt pas një ndërhyrje dhe rikonstruktimi të pilot me nivelin më të lartë performancës audiovizive dhe sigurisht me teatrin kemi punu dhe kemi kthyer një investim të suksesshëm, do të thoja tashmë, që ka të bëjë një pjesë të investimet domosdoshme, por një nga më të rëndësishmet ka qenë ngrohja edhe kondicionimi i teatrit. I përmenda shpejt këto për të kaluar të projektet planifikuara për 2026, që janë rreth 37 milion lekë në vlerën investimi, po përmendim në mënyrë më të ilustruar këtu i keni rikualifikimin urban i Selim Çobës, Martin Camajt, rruga e Tafilicëve, rruga e Bregut, i detit në Velipoj, janë investimet që shihni, njëkohësisht edhe të pasqyruara në grafik edhe me harta. Bloku i pallateve në lagjen Koplike dhe Çakej është 54 milion lekë, e keni ku janë vetëm këtu janë përfitues rreth 9.000 banor. Rekonstruksioni e rrugëve
të cilat dhe asfaltim dhe mirëmbajtje të rritë rrugor. Po kështu vazhdojmë projektet me rikonstruimin e rrugëve në rruga Lek Dukagjini nr. 2, bloku rruga Çakeve nr. 1, rruga Komane nr. 2, rruga Luiq Benusi nr. 3, rruga Durham nr. 5, rruga Frank Bardhi nr. 5, bloku i Pallatëve në rrugën 4, rruga Dora Disra nr. 5, rruga Tepelen nr. 5, 105 milion lekë jam vlera investimit për të pasuruar dhe në grafikon më poshtëm. Po kështu kemi rikonstruimin e rrugëve dhe në njësitë administrative, në anë e Malit, në Dajç, në Rrethina, në Bërdic, në Postrip, në Gurzi, në Velipoj, sipas grafikut edhe informacionit që kemi. Një projekt tjetër i rëndësishëm që parashikohet në buxhet është edhe rikualifikimi i qendrës Zogajve, është një projekt që tashmë ka përfunduar për ta rikthyer në identitetin që është të rrugëve, ndriçimeve dhe Zogaj do të rikthehet në një qendër duke ruajtur gjithatë vlerën e saj të trashëgimisë së fshatit në një destinacion jashtëzakonisht bukur që është shoqëruar bashkë me rrugën nga Shiroka, besoj do të jetë një atraksion i veçantë i Shkodrës. Do vazhdojmë me Ministrinë e Jashtëm, do vazhdojmë me rikualifikimin urban të Zdrales për lotin e dytë. Do vazhdojmë me rikualifikimin urban të Mërkatës Mishit dhe Peshkut, që tashmë ka filluar rreth 42 milion lekë. Do vazhdojmë gjatë këtij viti me paraqit për fëmijët, duat luaj, projektin e luajmë bashkë, janë 7 konde lojrash. Një gjë më shumë e rëndësishme që ne e kemi diskutuar, por që kemi futur në plan të investimit të këtij viti, dhe përgatitja për përmirësimin e sistemit të parkimeve në bazë të projektit të rikualifikimit urban, për parkimet nëntoksore, siç e kemi diskutuar edhe në planin urban të Zdrales, të Rusit edhe të Perashin, ato 3 parkime të cilat janë domosdoshme sot për të zbutur një nga problemet që ka kriju rritja dhe zhvillimi i qytetit edhe i trafikut të qytetit në këtë kohë me parkimet. Investimin në shkolla dhe në kopshte, kemi parashikuar Tonin Mhillin, Bertushën, 28 Nëndorin, Ismail Qemalin dhe Tring Smajlin, që janë rreth 450 milion lekë vlerë e investimit. Po kështu Pallati i Sportit është parashikuar me rreth 60 milion lekë. Pallati i Sportit Qazim Dervishi është mendoj një nga prioritetet e qytetit dhe kërkesë e komunitetit që ne do ta realizojmë gjatë këtij vitit me këtë buxhet. Kemi rritje vizitorëve nëpër muze, vetëm net fjetit të regjistruar janë 548.000. Mendoj që po provon pak nga pak që gjithë ky përpjekje, gjithë kjo punë që po bëjmë së bashku, në fundit në intereson dhe mendojmë se ka efektin e saj në rritjen e mirëqenies, në rritjen e ekonomisë, në kthimin e Shkodrës në një qytet më të mirë për të jetuar, qytet më të mirë për vetë ne edhe për fëmijët tanë.